Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, haxhilerët janë duke u përgatitur për të udhëtuar në udhëtimin e ymrit, në udhëtimin e jetës, ku zemra e tyre i tërheq tek një magnet, i cili është magneti i gjithë zemrave të botës, ku është kiblja e tanë botës e krejt dunjajës në qabën e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Subhanahu wa Taala i ka shenjtruar dhe i ka përmalluar zemrat dhe shpirtat çdo herë që përmendet, çdo herë që ndëgjon, shpirti dhe zemra e tërheq nga i magnetik i cili është pra qabja e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall e quajti shtëpia ime, wa tahiral bayti lit-taifin. Allahu Azza wa Jall ju drejtoi Ibrahimit alayhis salam, tha, pastrojeni shtëpinë time për ata të cilët do të bëjnë tavaf. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allahu Azza wa Jalla tha, shtëpia e parë e cila është vendosur, e cila është ndërtuar në sipërfaqen e tokës, është në zemrën e Mekës. Fihi hudan lil alamin, në të ka udhëzim për gjithë botën. Fihi ayatun bayyinat, në të ka shenja të qarta. Maqamu Ibrahim, është maqami Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, e kush hyn në këtë shtëpi të Allahut është i sigurt nga çdo gjë. Vëllezër të nderuar, është shtëpia e parë e cila është ndërtuar në Mekë, ku e kanë ndërtuar melekët e Allahut Azza wa Jall. Më pas e rindërton Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Fihi maqamun Ibrahim, fihi ayatun maqamu Ibrahim. Në të ka shenja të qarta ku është maqamu Ibrahim. Pse Zoti po e cek maqamu Ibrahim? Çka është maqamu Ibrahim? Është vendi ku Allahu Azza wa Jall ja bëri një shkëmb që të jetë mbrekulli nga mbrekullitë e Allahut Azza wa Jall, që ai të shfrytëzohet për të ndërtuar shtëpinë e Allahut Azza wa Jall. Sa herë që sillte gur Ismail alayhis salam, u ngritte me maqamu Ibrahim në atë gurin dhe ndërtoi shtëpinë e Allahut Qabën, e cila është shtëpia më e shenjtë në sipërfaqen e tokës, dhe më pas mbeti një shprastir, mbeti një vend që Ibrahim alayhis salatu wassalam e kishte menduar që të jetë piknisja e tavafit. I tha Ismailit alayhis salam, shko dhe gjeje një gur i cili është ndryshe nga të gjithë tullat që e kemi ndërtuar. Duke shkuar Ismaili alayhis salam, Allahu Azza wa Jall dërgon një melek që zbret nga qielli me një gur të xhenetit, ku tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nazala minas samai baydaan kal-laban, tha ka zbrit nga qielli sikur që të jetë e bardhë si qumshti i bardhë. Sawadathu khataya ibn Adam, dhe e kanë nxirë ata gjunat dhe mëkatet e bijve të Ademit. Pra gurin e zi zbritet nga xheneti, ka qenë i bardhë dhe ka qenë aq i bardhë sikur se qumshti, mirë po duke prekur njerëzit dhe duke prek me mëkatet e tyre, është nxirë sot të shumin i zi. E tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se kjo ndonjëherë ka qenë e bardhë, wa yashhadu liman istalama bil haqq, dhe do të dëshmon për çdo njeri që e ka prekur me të drejtë. Në kjo përfitojnë vëllezër të nderuar, se njeriu kur bën një mëkat i bëhet një pikë e zezë në zemër, siç ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithe tjera. Po ashtu çdo gjuna që bën i bëhet nga një pikë e zezë. Mirë po, njeriu kur shkon në atë vend, kur bën tavafin në atë vend, dhe kur e shef sa tavaf atë shtëpi të madhe që e kanë bërë tavaf prej të Ademi alayhis salam, e të Nuhu alayhis salam, e të Musa alayhis salam, e të Isa alayhis salam, e të Muhamedi alayhis salatu wassalam, është vend
që pranohet lutja, është vend që falen mëkatet, është vend që pastrohet nga të gjithë mëkatet. Kur njeriu dhe bën vepra të mira në të, innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at, fa Allahu azza wa jall veprat e mira i shflin veprat e këqija. Tavafi pra aludon njëshmërinë e Allahut azza wa jall. Kur njeriu vën në atë vend, wa tahira al-bayt, pastroj atë nga çdo shirk, nga çdo rival që i bëhet Allahut azza wa jall. Wa idhawna li Ibrahima mekana al-bejti alla tushrik billah, dhe ne acaktuam Ibrahimit a.s. vendin për ta ndërtuar shtëpinë time, dhe i tham Ibrahimit, mës i ban rival Zotit në asgjë në të. Dhe kur pejgamberi a.s. e bëri hajjatul wada, haqin lam të mirës, me 120.000 sahabe, në transmetime me 124.000 sahabe, i rënoj të gjithë idhujt dhe tha, gja el haku wa zahaq al batil, erdhi e vërteta dhe u zhduke kota, innal batile kane zahuka, dhe se kota do t'jetë çdoherë e zhdukur, nuk do t'ket në sipërfaqen e tokës as njëherë nga dhënim. Po dhe e ndëruar, ky tavaf na përkujton njëshmërinë e Allahut azza wa jall. Ky maqam Ibrahim na përkujton një mrekulli të madhe të Allahut azza wa jall. Ky guri zi na përkujton se ka diçka në këtë botë që ka zbrit nga xheneti, që na tregon, aludon se përsëri besimtarët do të kthehen në xhenetin e Allahut azza wa jall. Mirë po, ky guri zi, edhe pse është i xhenetit, edhe pse pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka porositur nga suneti që ai që ka mundësi ta pudh, ai që ka mundësi ta prek, apo nga larg ta bën me shi, mirë po ki nuk bën as dëm dhe as dobi. Ki gur nuk i fal gjunohet, ki gur i zi nuk shëron, ki gur i zi është gur. Për ata një dha një mesazh të madh Omeri radiallahu anhu, shkoi e boni tavafin dhe e puthi gurin e zi, dhe u kthi nga njerëzit dhe tha, ja hajar, o ti gur, innaka la tadur wala tanfa, ti nuk bën as dëm dhe nuk bën as dobi. Nëse sot kishte puthur pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk do ta kisha bërë një gjë të tillë. Mirë po, e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ne e pasojmë sunetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po vëllezër të nderuar, na përkujton neve dhe haxhive kur ata e bëjnë Safa dhe Merwa. Çka ludon kjo? Se bashortja Ibrahimit a.s. e cila kishte hipur në ato dy kodrat dhe shkonte tek njëra dhe tek tjetra, duke u friguar për fëmijën e saj që të gjejnë ujë, Allahu azza wa jall na tregon se nëse mbështetesh në Allahun subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall ka me ta gjetë furnizimin nga se pret ti. Wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ai që i ka frikë Allahut, Allahu i gjen rrugdalë dhe zgjidhje në çdo kohë, në çdo moment. Në ato momente duke lëvizur në kodrën e Safas dhe në kodrën e Merwas, çka ndodh? Vjen një melek, Gjibril a.s. e nxjerr një ujë nga toka, e cila është uji i Zemzemit, uji më i mirë dhe uji më i bukur në sipërfaqen e tokës, uji i cili është shërim. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma u Zemzem shifa, uji i Zemzemit është shërim, uji i Zemzemit është shifa, uji i Zemzemit ma shuri belash, për çka ta pish, e ta'mu tam, wa suk ya suk, nëse e bën një jetë për ushqim, do të shëndrohet me ushqim, nëse e bën një jetë për pije, do të bën freski për të, e cila e zbriti dhe e pin haxhilerët, dhe nuk është të shterë prej kohës që e kanë nxjerr, pra me mrekullinë e Allahut Gjibril alayhis salam pin njerëzit dhe nuk është shterë deri në kohën e sotit dhe vizitojnë njerëzit dhe e pin këtë ujë. Kjo na tregon se ai i cili ka bindje Allahut azza wa jall, Allahu subhanahu wa taala i gjen rrugdalje. Po ashtu haxhilerët e vizitojnë dhe Arafatin, vend që Allahu azza wa jall e ka shentru vendin, e ka shentru ditën e Arafatit, që zbret në qiellin e parë të tokës, që njeriu që i ngrit durt ja fal gjunohet, ja fal mëkatet. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men hajja falam yarfudh
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Tha ai I cili e bën haxhin nuk grindet, nuk fol fjalë të ndyta, ai e bën për hir të Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se ky njeri kthehet nga haxhi në vendlindjen e tij ashtu siç e lind nëna foshnjën e saj. Vjen me një certifikat të lindjes të re, sikur se ka lind përsëri pa gjunahe. El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al janna, nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Na përkujton Arafati, po ashtu na përkujton xhemaratët ku I gjujnë gurët, ku I doli shejtani Ibrahimit alayhi salatu wassalam ta kthen nga urdhri I Allahut që urdhroi Allahu ta flyen djalin e tij. Dhe këtë përfitojmë sa Allahu Azza wa Jall ndonjëherë na urdhron në urdhra të ndryshme, don të shef nga ne sakrificën, don të shef nga ne përgjigjen, don të shef nga ne nënshtrimin, do të shef nga ne se ne ai përgjigjemi urdhit të Allahut. I tha shejtani Ibrahimit alayhis salam, apo e thirr djalin tënd, ai e gjujti me gur. Përsëri doli, tha, po e thirr djalin tënd, çka je tu ke bë? Je tu ke bë një vepër të keqe. Përsëri e gurzoi 3 herë, për shkak se dashti që t'i bën vezvese që të kthehet nga urdhri I Allahut, dhe Allahu ja zaventoi ata me kurban dhe tregoi se kjo është vetëm një sakrificë e Zoti e shpërblen njeriu dhe nuk don që ta harxhon dhe nuk don që ta pengon, nuk don që ta mundon, mirë po shef nga ne se ne a kemi shpirt, a kemi besim, a kemi iman dhe urdhët e Allahut a I krimi dhe a I dërgojmë në vend. Në atë vend, vëllezër të nderuar, është dhe kodra e Xhebalun Nur, që është kodra e dritës, ku ka shpallja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Njeriu e përjeton se si Allahu Azza wa Jall po e zgjedh një melek gjigant nga qielli, po e dërgon në tokë tek një person që do të jetë pejgamber dhe do të jetë vula e pejgamberisë, dhe do të jetë njeriu udhëzues, udhërrëfies, dhe do të jetë zotëria I gjithë bijve të Ademit. Do të zbritet një libër që do të jetë, ajo libër do të jetë pra mrekulli deri në ditën e Kiametit. Kurani po ashtu njeriu e viziton xhamin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe në të pushon Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe kur shkon njeriu I dërgon salavat Muhamedit alayhi salatu wassalam. E thot Allahu Azza wa Jall, ai që dërgon një salavat për Muhamedin alayhi salatu wassalam, Allahu dërgon mbi ta 10 salavate, 10 mëshira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu dhe melekët e Allahut I dërgojnë salavate Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ja alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O ju njerëz, dërgoni salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe dorëzojeni sunetit e tij. Vëllezër të nderuar, është një ndjenjë shpirtërore, emocionale që këto momente nisën haxhit për me hax, ku lusë Allahun Azza wa Jall çdo njerin nga ne t'ia mundëson që të viziton shtëpinë e Allahut, ta viziton qafën e Allahut dhe ta kryen obligimin e 5 të Islamit, ta kryen haxhin dhe t'i vjen nga Allahu Azza wa Jall me mëkate të falura dhe I pranuar me xhenetin. Leysa lahu jazaa'un illa al-janna, nuk ka shpërblim tjetër por pos xhenetit. Aqulu qawli hadha